Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzues edhe me këta skushër, por do ta çoj çështjen për në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve, dhe në rastin e parashëvis Simakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat unë do t'i faktoj në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku unë ndodhem, edhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit edhe fansat e parashëvis Simakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat. Aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë. Janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonit mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë bëjnë sepse janë askushër. Janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj tani social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj